Do të nisim me kryeqytetin, sa i përket Tiranës ditës së sotme do të jetë me diell dhe temperaturat do të shkojnë nga 8 gradë minimalja në 23 gradë Celsius më e larta dhe nesër nga 7 gradë minimalja në 23 gradë Celsius do të jetë temperatura më e lartë që do të regjistrohet për kryeqytetin, ndërkohë që siç e shohim me dallojnë paraqito grafikisht kemi të bëjmë me një Tiranë në të cilën dielli ndriçon edhe nesër në ditën e mërkurë. Shkojmë mëtej nga Tirana në Durrës, se përket Durrësit sot edhe nesër diell duket jetë situata goxha e favorshme, besoj gjithë qytetarët që jetojnë dhe veprojnë aty dhe kenë ditën më thjeshtë dhe do vazhdojnë normalisht me gjitha planet dhe angazhimet e tyre. Temperaturat shkojnë sot nga 12 gradë minimalja në 20 gradë Celsius më e larta, dhe njëjta gjë vlen edhe për ditën e mërkurë. Nisin temperaturat me 12 gradë në orët e para të mëngjesit dhe gjatë orareve të mesditës arrin në 20 gradë Celsius. Dhe vijojmë mëtej nga qyteti i Durrësit në qytetin e Elbasanit. Aty ku mbetet për të parë nëse situata vijon njëjtë e favorshme, sikurse kemi parë në dy qytetet e sipër përmendura, me sa duket edhe Elbasani goxha në situatë favorshme ditën e sotme në këtë të martë me temperatura që shkojnë nga 7 gradë minimalja në 24 gradë Celsius më e larta, ndërkohë që nesër kemi po prap diell, temperaturat thuajse të njëjta, 1 gradë më poshtë do të jenë qoftë tek temperatura e regjistruar në orët e para të mëngjesit, qoftë tek temperatura e regjistruar në oraret e mesditës, ndërkohë që do të kemi diell edhe pak zëre, por asgjë shqetësuese, asgjë që mund të prish planet tuaja të së mërkurës. Shkojmë mëtej nga Elbasani në qytetin e Fierit. Shohim që Fieri në të dyja këto ditë i favorizon lehtësisht qytetarët për të kryer angazhimet e tyre të përditshme, pasi do të ketë diell gjatë kësaj të martë dhe nesër në ditën e mërkurë. Temperaturat do të shkojnë nga 8 gradë minimalja në 23 gradë Celsius më e larta, ndërkohë që nesër sillen pak a shumë në të njëjtat nivele. Nuk kemi ndryshime kolosale kur flasim për temperaturat. 8 gradë regjistron termometri në orët e para të mëngjesit të së mërkurës dhe 22 gradë Celsius do të jetë temperatura më e lartë e regjistruar në oraret e mesditës. Kjo për Fierin zhvendosemi në Berat. Qyteti i Beratit sot është me diell, një situatë goxha e favorshme, një qytet i cili padyshim sot favorizon qytetarët e tij që ndajnë aty përditshmërinë për të kryer ato detyrat le themi me më shumë entuziazëm, se disi bëhemi më punëtor kur ka diell, por nga ana tjetër, duke qenë se është një nga qytetet turistike më të vizituara në Shqipëri, kam përshtypjen ata që kanë bërë plane do ta marrin në konsiderat edhe një vizit në këtë qytet. Gjithmonë në rast se nuk janë në punë, edhe pse sot e marta me sa duket është fillim jave për pjesën më të madhe, për ata që kanë qenë pushim nga një ditë më pak, kështu që i rikthehen secili ritmit normal të jetës. Sa i përket pra qytetit të Beratit, sot e shohim që është me diell dhe temperaturat shkojnë nga 6 gradë minimalja në 24 gradë Celsius më e larta, ndërkohë që nesër zbresin shumë pak temperaturat, 6 gradë minimalja, 23 gradë Celsius më e larta, është vetëm një rënje me 1 gradë Celsius në temperaturën e regjistruar në oraret e mesditës, ndërkohë që dita do të jetë me diell edhe pakës re, por asgjë shqetësuese. Zhvendosemi nga Berati në qytetin e Korçës. Korça sot është me diell, temperaturat shkojnë nga 4 gradë minimalja në 22 gradë Celsius më e larta, ndërkohë që nesër do të jetë një ditë me diell dhe pak re, temperaturat do të bien po ashtu në qytetin e Korçës, ndoshta kjo është një sinjal që do na tregojë se gjatë ditëve temperaturat do të ndryshojnë për këtë qytet. Ne mbetet për ta parë se si do të vijojë situata, megjithatë edhe një herë konkretisht. Pra, kemi sot një Korçë e cila përfshihet nga dielli
dhe temperaturat nga 4 gradë minimalja shkojnë në 22 gradë Celsius më e larta për gjatë orareve të mesditës, ndërkohë që dita e nesërme mbërrin me temperaturën minimale që do të jetë 2 gradë Celsius dhe temperatura maksimale do të jetë 18 gradë Celsius. Nuk flasim dot për të njëjtat kushte meteorologjike, sepse nuk do të kemi më një ditë si kjo e sotme që do të jetë totalisht me diell. Okej, dielli nuk do të mungoj, kështu që nuk ka arsye për të shqetësuar të paktën deri më tani, po nga ana tjetër do të ketë edhe re të cilat, le të themi, kanë një prezencë goxha të shtuar. Shkojmë te nga Korça në qytetin bregdetar të Vlorës. Vlora sot edhe nesër ka diell, një situatë goxha e favorshme, kështu që shijojeni, më në fund ka ardhur momenti që ti bëni ato xhirot pas ditëve përgjatë vijës bregdetare, sepse edhe moti ju favorizon me sa duket. Temperaturat shkojnë sot nga 9 gradë minimalja në 22 gradë Celsius më e larta dhe nesër nga 8 gradë në orët e para të mëngjesit. Në oraret e mesditës termometri për qytetin bregdetar të Vlorës do të regjistrojë 21 gradë Celsius. Dhe zhvendosemi më tej nga Vlora në Gjirokastër. Gjirokastra sot është plotësisht me diell. Nesër dielli nuk mungon, por do të ketë edhe pak re, megjithatë asgjë shqetësuese, asgjë që mund të prish planet tuaja apo mbi të gjitha humorin tuaj. Temperaturat shkojnë sot në Gjirokastër nga 5 gradë minimalja në 24 gradë Celsius më e larta, pra kemi një tendencë për temperaturat të cilat rriten ndjeshëm gjatë këtyre ditëve. Dhe nesër do të nisin me 5 gradë në orët e para të mëngjesit dhe do të arrijnë për gjatë orareve të mesditës 23 gradë Celsius. Këto janë temperaturat sot edhe nesër për Gjirokastrën, po ashtu kushtet e motit i përmendëm më sipër. Nuk jemi në një situatë që ka diçka për tu shqetësuar. Lirisht ju mund të shijoni energjinë e këtij qyteti, rrugët e këtij qyteti, gjitha atraksionet turistike të Gjirokastrës mund ta bëni lehtësisht për gjatë këtyre 2 ditëve. Gjithmonë, nëse keni mundësi të lëvizni, sepse duhet marrë parasysh janë edhe ditëjave dhe pjesa më e madhe e qytetarëve janë në punë. Kështu që mos mendoni që nuk ju kuptoj në këtë pikë, ju kuptoj fare mirë, po gjithmonë kur e jap si sugjerim që mund të shkoni të vizitoni një qytet apo tjetrin, e kam për ata të cilët nuk janë të angazhuar gjatë këtyre ditëve. Ne që jemi në punë, mbetet fundjava dhe ku ka më mirë. Shkojmë te nga Gjirokastra në qytetin bregdetar të Sarandës. Saranda sot dhe nesër është me diell, shkëlqen plotësisht, edhe ky qytet bregdetar është kthyer të paktën gjatë këtyre ditëve të fundit në një qytet goxha favorit për gjithë qytetarët që duan të bëjnë ato shëtitjet e tyre pasditeve me temperaturat që shkojnë sot dhe nesër. Në të dyja ditët janë njësoj, nuk ndryshojnë praktikisht. Nga 8 gradë minimalja në orët e para të mëngjesit në 20 gradë Celsius, temperatura më e lartë që do të regjistrohet në oraret e mesditës. Kjo është situata për Sarandën. Zhvendosemi nga qyteti bregdetar i Sarandës në disa prej qyteteve veriore të Shqipërisë, nisim me Tropojën. Tropoja ka diell në të dyja ditët, po ka edhe pak zëre, po asgjë shqetësuese dhe asgjë që mund të dalë jashtë kontrollit edhe mund të na sjell një dimër të vogël në këtë pranverë që me sa duket tashmë ka nisur tamam. Mos u shqetësoni, temperaturat janë po ashtu të mira gjatë këtyre ditëve, edhe pse, ka një rënje nga njëra ditë në tjetrën e cila reflektohet ndjeshëm që është e drejta. Për ta përmendur këtë, mund të themi që temperaturat sot shkojnë nga 8 gradë minimalja në 21 gradë Celsius më e larta, dhe nesër gjatë orëve të para të mëngjesit të së mërkurës, termometri për qytetin e Tropojës do të shkojë në 4 gradë Celsius, që ka i bje praktikisht 4 gradë më poshtë se sa dita e sotme, dhe po ashtu nesër do të kemi një temperaturë që shkon 17 gradë Celsius në oraret e mesditës, që jemi pak a shumë në të njëjtën situatë, dhe këtu kemi 4 gradë më poshtë se sa dita e sotme.
Pra, dita e nesër me sjell temperatura më të ulta, por te kushtet e motit duket se diçka nuk ndryshon, mbeten të njëjta, diell dhe pak zëre, por jo një situatë shqetësuese, jo një situatë që mund të dalë jashtë kontrollit. Dhe zhvendosim më tej nga tropoja në qytetin e Pukës. Se përket Pukës sot është me diell, temperaturat shkojnë nga 7 gradë minimalja në 21 gradë Celsius më e larta, ndërkohë që nesër kemi temperatura pakës më të ulta, po shumë pak gradë, dhe kemi diell dhe pakës re, jo një situatë shqetësuese, por sidoqoftë vlen për të përmendur. Për të thënë, temperaturat 7 gradë do të regjistrojë termometri në mëngjesin e mërkurës dhe 19 gradë Celsius do të jetë temperatura maksimale. Zhvendosemi nga Puka në Kukës. Se përket Kukësit sot është me diell dhe pak re, temperaturat shkojnë nga 9 gradë minimalja në 23 gradë Celsius më e larta, pra temperatura goxha të mira edhe kushtet motit goxha të mira, por duket se njëjta situatë nuk do të jetë për gjatë ditës së nesërme, pasi do kemi të bëjmë me një termometër që bie ndjeshëm në orët e para të mëngjesit, nga 9 gradë sot shkon në 3 gradë Celsius nesër dhe nga 23 gradë Celsius gjatë orareve të mesditës sot shkon nesër në 18 gradë Celsius, pra kemi edhe këtu një rënje, ashtu sikurse reflektohet në kushtet meteorologjike se do të kemi vranësira. Do të kemi vranësira dhe kthjellime që alternohen me njëra tjetrën për gjatë ditës së mërkurë në qytetin e Kukësit. Dhe zhvendosemi më tej nga Kuksi në Peshkopi. Peshkopia sot është me diell, ndriçon dielli të paktën më fort se sa kemi parë gjatë këtyre muajve të fundit. Temperaturat shkojnë nga 5 gradë minimalja në 21 gradë Celsius më e larta, ndërkohë që nesër sërish mbetet dielli, po shoqërohet me pak re. Asgjë shqetësuese. Temperaturat shkojnë nga 1 gradë minimalja në 17 gradë Celsius më e larta. Okej, bien vërtet temperaturat, por mbetet për të parë se si do të vijojë situata në ditët e tjera. Deri më tani jemi brenda një situate plotësisht të kornizuar të një moti të mirë. Shkojmë më tej nga Peshkopia në qytetin e Radhës. Jemi në Shkodër, sa i përket qytetit të Shkodrës sot është me diell. Temperaturat shkojnë nga 12 gradë minimalja në 25 gradë Celsius më e larta. Nesër diell dhe pak re, asgjë shqetësuese, temperaturat shkojnë nga 10 gradë në orët e para të mëngjesit në 24 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Kjo është situata për Shkodrën, ndalemi më tej në Lezhë. Lezhë sot është me diell, temperaturat shkojnë nga 11 gradë minimalja në 22 gradë Celsius më e larta. Nesër mbetën të njëjta temperatura, 11-22, ndërkohë që do të kemi diell dhe shumë pak re, asgjë shqetësuese nesër në ditën e mërkurë të kësaj jave. Dhe me Lezhën kemi përfunduar me parashikimin e motit për territorin e vendit ton. Pam që situata përgjithsisht ishte plotësisht e favorshme. Diell në pak qytete do të kemi situata me një prezencë të ulët të reve, por sidoqoftë vlen për të përmendur që është asgjë shqetësuese, asgjë që mund na prish humorin edhe të na çekuilibroj në këto ditë ku më në fund po mund të marrim rreze, po mund të marrim ato vitaminën D, edhe të jemi disi më qetë një situatë të cilën natyrshëm e sjell një mot më i mirë. Ne ndalemi në rajon për të parë se si situata aty, nisim me Shkupin. Shkupi në të martë edhe nesër ditën e mërkurë do të jetë me diell, shumë pak re do të ketë prezente. Temperaturat shkojnë sot nga 10 gradë minimalja në 24 gradë Celsius më e larta dhe nesër nga 2 gradë në orët e para të mëngjesit. Gjatë mesditës termometri do të regjistrojë për qytetin e Shkupit temperaturën 18 gradë Celsius. Shënohet një rënje nga sot nesër për këtë qytet, por nuk ndryshojnë kushtet meteorologjike. Mbetet për të parë çfarë ndodh në ditën në vijim, por deri më tani jemi përballë këtyre kondicioneve të motit.
Shkojmë mëtej nga Shkupi në qytetin e Radhës, jemi në Prishtinë. Sa i përket Prishtinës, sot është me diell dhe një prezencë të ulët të vranësirave, po siç e përmenda, e ulët jo shqetësuese, jo diçka për tu përgatitur, po themi, për të pritur reshe, kjo nuk ndodh, aq më tepër duke qenë se dita e nesërme do të jetë totalisht me diell. Sa i përket temperaturave, sot shkojnë nga 6 gradë minimalja në 19 gradë Celsius më e larta, e paçka se dita e nesërme do të jetë me rreze dielli që ndriçojnë Prishtinën, ajo që vlen për të përmendur se temperaturat do të bien. 0 gradë regjistron termometri në orët e para të mëngjesit dhe 14 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës në të mërkurën e kësaj jave. Dhe zhvendosemi nga Prishtina në Milano. Në Milano sot dhe nesër kemi diell, kemi edhe pak zëre, asgjë shqetësuese, temperaturat mbeten thuajse në të njëjtat nivele. Dhe thënë kjo, sot shkojnë nga 10 gradë minimalja në 25 gradë Celsius më e larta, nesër nga 10 gradë në orët e para të mëngjesit, në oraret e mesditës regjistron termometri 23 gradë Celsius për Milanon. Zhvendosemi nga Milano në Bruksel. Shohim së bashku që Brukseli gjatë këtyre 2 ditëve në këtë të martë, nesër ditën e mërkurë do të jetë me diell dhe re. Të dyja këto, le të themi, në një lloj forme alternohen me njëra tjetrën. Temperaturat shkojnë sot nga 6 gradë minimalja në 19 gradë Celsius më e larta dhe nesër nga 8 gradë në orët e para të mëngjesit. Termometri do të regjistrojë për Brukselin temperaturën maksimale 21 gradë Celsius. Shkojmë nga Brukseli në Paris. Se përket Parisin, ndriçon shumë fort sot, kemi diell, temperatura goxha të mira gjatë të dyja ditëve, një situatë tepër e favorshme. Për të përmendur temperaturat, ato shkojnë sot nga 9 gradë minimalja në 24 gradë Celsius më e larta dhe nesër po ashtu nisen me 9 gradë në orët e para të mëngjesit dhe arrin në 24 gradë Celsius gjatë orareve të mesditës. Shkojmë mëtej nga Parisi në New York për ta mbyllur me parashikimin e motit për sot dhe nesër. Në këtë të martë dhe të mërkurë të javës shohim që kemi sot dhe nesër, mund t'i përmendim të dyja ditët, kthjellime dhe vranësira, të cilat do t'jenë prezente në New York për gjatë kësaj të martë dhe nesër ditën e mërkurë, ndërkohë që siç besoj e kemi kuptuar tashmë dhe kemi vënë re, çfarë ndodh një ditë nuk ndodh një tjetër. Temperaturat shkojnë sot nga 7 gradë minimalja në 13 gradë Celsius më e larta dhe nesër bie termometri dhe shkon në -1 gradë në orët e para të mëngjesit. Pa pritur, pa kuptuar edhe pa pasur në një lloj forme asnjë paralajmërim për një situatë të tillë të ndryshueshme të motit. Temperatura maksimale sa kaq shkon në 11 gradë Celsius. Të paktën kjo duket më e qëndrueshme, duket më mirë edhe më e përballueshme në një lloj forme. Kjo ishte situata edhe për New Yorkun në të dyja këto ditë. Kemi përfunduar kështu me parashikimin e motit për sot dhe nesër në territoret e vendit, mëtej në rajon. Unë dalem së bashku për të parë se çfarë ndodh.